Big Brother Kosova është ndërtuar si një lojë sociale, ku përplasjet e mendimeve, karaktereve dhe emocioneve janë të pashmangshme. Megjithatë, ajo që e dëmton thelbin e formatit nuk janë debatet e forta, por momentet kur diskutimi zbret në nivele të ulta komunikimi, duke kaluar kufijtë e respektit njerëzor. Debati I fundit mes Fjollës dhe Albës u shndërrua nga një përplasje mendimesh në një situatë të rëndë, ku u përdor gjuhë provokuese dhe denigruese me nënkuptime të papërshtatshme që nuk kanë vend as në një lojë televizive, e aq më pak në një shoqëri që pretendon standarde morale dhe kulturore. Kur një debat personal zhvendoset drejt insinuatave intime apo fyerjeve me bazë seksuale, ai pushon së qeni argument dhe shndërrohet në sulm personal. Problemi kryesor në këtë situatë nuk është vetëm fjala e thënë, por mesazhi që ajo përçon. Gjuha e tillë, e transmetuar drejt për drejt për një audiencë të gjerë, kontribuon në normalizimin e poshtërimit, veçanërisht ndaj grave. Në vend që të ballafaqohen idetë, sulmohet dinjiteti. Në vend që të argumentohet sjellja, etiketohet personi. Alba, e vendosur përballë një sulmi verbal të tillë, u gjend në një pozitë mbrojtëse, jo për shkak të lojës, por për shkak të cenimit personal. Këto janë momente kur kamera nuk kap më spektakël, por pasojat emocionale të një fjalëje të pamenduar. Lotët, heshtja apo reagimi emocional nuk janë dobësi, janë shenjë se kufijtë janë tejkaluar. Nga ana tjetër, Fjolla, duke zgjedhur një gjuhë të tillë, humbi mundësinë për të dalë më e fortë në debat. Në Big Brother, fjala është armë, por edhe provë karakteri. Kur ajo përdoret për të ulur tjetrin, për të sugjeruar apo fyer, ajo kthehet kundër atij që e thotë. Këtu hyn në lojë edhe përgjegjësia e produksionit. Big Brother Kosova nuk është thjesht pasqyrë e shoqërisë, është edhe filtr. Vendosja e kufive të qartë për gjuhën dhe sjelljen nuk është censur, por edukim publik. Spektakli mund të jetë I fortë, dramatik dhe I ndjekur, pa u mbështetur në B.